Përshëndetje dhe mirë se vini në këtë episod të Pot Flas. Sot kemi një temë shumë të rëndësishme, e cila është trajtimi i temës terapia e lojës. Për këtë arsye kemi të ftuar psikoterapiste Nevila Toska. Përshëndetje dhe mirë se erdhet. Alerdat, falenderoj vërtet shumë për ftesën. Është privilegj për mua që të flas për një nga terapitë që unë kam shumë për zemër. Në fakt nuk është e vetme terapi që unë aplikoj, janë disa lloje terapish, por terapia e lojës për mua është një ndër terapitë, sidomos kur aplikoj për fëmijët, është në krye të listës, ta them kështu. Dhe më vjen mirë dhe për këtë arsye ishe një ndër të përzgjedhurat për të trajtuar këtë temë. Mendoj që gjatë këtij episodi do flasim shumë dhe të kuptojmë më shumë dhe ata që na ndjekin dhe prindrit dhe profesionistët se çfarë është konkretisht terapia e lojës, se si ndikon te fëmia, si ta kuptoj fëmijën dhe të kuptojmë më shumë gjëra ato çfarë nuk kuptohen jashtë, domethënë por veta brenda dhomës së terapisë. Më konkretisht dhe shkurt që ta kuptojmë edhe ne tjerë që jemi jashtë dhomës së terapisë gjatë orës një seance terapi loje. Çfarë ndodh konkretisht? Çfarë është terapia e lojës? Okej, më bëri shumë pyetje njëkohësisht. Do përpiqem të jap më konkrete, duke marrë parasysh edhe rastet që janë të trajtuar aktualisht. Terapia e lojës është një nga ato lloj terapish, pra ka modalitete të ndryshme, por është ajo që unë aplikoj më së shumti është terapia direktive e lojës dhe jep mundësinë, lirshmërinë, fleksibilitetin, hapësirën e nevojshme dhe të duhur fëmijës që ndryshe nga ne të rriturit që përdorim gjuhën verbale për të shprehur çfarë ndjejmë, mendojmë, çfarë duam të bëjmë, sjellje gjithë me radhë, për fëmijën loja dhe lodrat që janë tek ajo dhoma e lojës që kemi ne janë mjetet kryesore të komunikimit. Shpeshherë në terapi marrë fëmijë që janë selektiv në të folur, pra nuk po flasim për diagnozën, po flasim për fëmijë që kanë x përgjithësi të caktuar, kryesisht fëmijë që kanë vështirësi me përballimin e emocioneve si zemërimi ose agresiviteti, ose fëmijë që janë të masë empatik më tepër se ç'duhet. Unë shpeshherë them janë më të mirë se ç'duhet për këtë botë që jetojmë tani dhe e kanë shumë të vështirë të shprehin atë botën e tyre në formë të fjalëve, dhe strukturat e tyre kognitive ende nuk kanë arritur atë maturinë për moshën që ato kanë. Për moshën që ato kanë që ta shprehin gjithë botën e tyre. Kështu që nëpërmjet lodrave lojës është gjuha e komunikimit dhe është shumë e pastër mënyra se si ata transmetojnë gjithçka ato që bën personalitetin e tyre. Kështu që nuk është e nevojshme ndonjëherë që një fëmijë të më thotë që shikoj unë jam shumë i mërzitur sot. Mjafton që ai të marrë 2 lodra të ndërveproj me to edhe unë e kuptoj dhe ajo që bëj është reflektimi. Kjo është që jam. Po, për shembull, ai mund të ketë një arush, një kukull, edhe them, okay, duket se ajo vajza mund të jetë shumë e mërzitur me arushin që ka përballë. Edhe ai thotë po ose jo. Përgjithsisht fëmijët të korrigjojnë, kështu që është shumë e lehtë që të futesh në botën e fëmijës përmes lojës dhe lodrave terapeutike, se nuk janë thjesht lodra të akumuluara, hajde blejmë në përqendra të ndryshme, jo, kanë një funksion të caktuar. Kështu që nëpërmjet lojës unë arrit të kuptoj atë çfarë fëmia do të më komunikojë. Domethënë nëpërmjet lojës ne mund të kuptojmë emocionin ose ndjesinë ose gjendjen emocionale të fëmijës. Absolutisht. Më ndodh ndonjëherë që prindi thotë që shiko se më ka sjell djalin për shembull në terapi. Thotë këta janë shumë të dy në shtëpi. Dhe ky e ka fajin se ky e ngacmon. Mendoj që unë si terapiste kam qasjen që në terapi të mos jetë vetëm fëmia, por të jetë më e shtrirë, që do të thotë përfshi në proces terapeutik së bashku me fëmijën edhe personat që janë afër me fëmijën. Ka raste që edhe motrat e vëllezërit më të vegjël. Për shembull, fëmia mund të jetë 10 apo 12 vjeç, por ka problematikë të caktuar me motrën ose vllajën. Marrëdhënia e tyre? Po, kështu që i përfshi edhe ata në terapi, dhe kur shikojnë terapi pastaj, patjetër që ai vërtet edhe mërzitet sepse motra apo vllai është duke i thonë bëje këtë, hape gojën, merre këtë, ka një lloj ekspresiviteti me agresion aty. Dhe ai ndihet aq shumë
i frustruar dhe në tension sa arrin dhe vërtet dhe kur e komunikoj këtë gjë me prindin them shiko, janë të dy që duhet punojnë për të përmirësuar marrëdhënien e tyre, nuk është vetëm njëri apo vetëm fëmia. Me këtë që sa po that, është ajo pjesa në momentin që janë të dy, pse pikërisht prindrit ose pse pikërisht ndodhi që vajza apo djali i rastit që u përmendet të jetë në terapi dhe jo fëmia tjetër. Fëmia tjetër për shembull kam në mendje tani një rast. Fëmia tjetër është tip që kur është në publik, është shumë e trojtur, e tërhequr dhe është fëmia perfekt. Okay. Ashtu siç prindit do që të jetë. Kurse fëmia tjetër është më ekspresiv. Dhe në shkollë është pak ai personi fëmia që do të jetë lideri dhe udhëheq por jo në mënyrën e duhur. Dhe aty lindin vështirësitë, pastaj ankesat nga ana e prindërve të tjerë, nga ana e shokëve, shoqeve, mësueses. Dhe kur prindi gjendet përballë këtyre morive të ankesave, thotë ok, hajde po e konsideroj të çoj këtë në terapi. Ndërkohë që ndonjëherë fëmijët merr me vete dhe projekton ato çfarë projekton në shtëpi, projekton jashtë. Jo domosdoshmërisht, por mendon. Veçantë normalisht nuk ajo, domethënë, nga gjithë ajo çfarë ju thatë, është ajo pjesa që sjellit ose mënyra e gabuar ose mënyra e papërshtatshme tërheqjes së vëmendjes, ose mënyra e reaguar është ajo çfarë e ka sjell pikërisht njëri fëmijë dhe jo fëmijën tjetër. Konkretisht terapia e lojës kufit e moshës që funksionon. Kryesisht është ideale për moshat, hajde po themi 2 deri 12 vjeç. E them deri 12 vjeç sepse kufit e adoleshencës sikur po na zbresin, po afrohen. Dhe her pas here kur kanë fëmijë për shembull të moshës 11, 12, edhe 10 vjeçarët, më shikojnë çuditshëm dhe thonë, fal, bebe të duke mu ty që po më flet në këtë lloj mënyre, por përgjithsisht funksionon shumë mirë te kjo moshë. 12 vjeç, 13 vjeç, edhe më tej, varet nga zhvillimi kognitiv i fëmijës. Kurse janë gjëra të ndara dhe është fëmia dhe nuk ka lënë për te, por varet gjithsesi nëse kjo i përshtatet nevojave të fëmijës. Okej, ne si terapist kemi ato çanset tona, duhet të kuptojmë që plani terapeutik është shumë individual. Ka raste që terapia lojës nuk përshtatet me këtë fëmijë, pavarësisht se unë mendoj në fillimet e trajtimit që okej, do përdor këtë lloj terapie, këtë lloj qasje, por shoh rrugës se unë duhet bëj një ndryshim tjetër ose në raste të tjera edhe ta referoj tek një kolege që di të bëj diçka tjetër. Por interesi më i lartë është fëmia, kështu që normalisht ajo është mirëqenia e fëmijës në fund të fundit. Por duke qenë se dhe ju keni një mori trajnimesh të ndryshme, mendoj që ajo qasja juaj normalisht do nxjerr një mix, domethënë që ju të arrini më të mirën të mundshme për fëmijën. Por në rastin e fundit pastaj është pjesa që ju edhe sapo thatë, pjesa e referimit në një profesionist që ka formimin e duhur për një rast konkret. Nga gjithë këto vite eksperiencë që ju keni në punën tuaj me fëmijë, sa janë rastet, sa janë shtuar, si është procesi është në rritje, është si e shikoni? Shiko, të gjithë ne si popull, si komunitet, si shoqëri po kuptojmë që gjërat kanë ato rrjedhën e tyre shumë pozitive, po ka diçka aty që nuk po funksionon ashtu siç duhet, edhe një jo profesionist e kupton që diçka nuk po shkon mirë. Kështu që patjetër rastet janë duke ushtuar problematikat komplekse, të vështira të menaxhuar. Duke sikur ndonjëherë trajtimet që jemi duke aplikuar tani nuk po funksionojnë dhe na duhen qasje terapi të reja, trajtime të reja, eksperienca të reja. Ndërkohë që numri është në rritje patjetër. Ajo që unë po bëre në punën time vitet e fundit, sepse më parë jam marrë duke aplikuar terapi të reja, po sidomos ABA terapi me fëmijët me spektra, po aplikoj dhe terapi të reja të tjera. Dhe ajo që po bëre, domethënë, ne her pas here si qendër në fakt kemi lançuar dhe vitin e kaluar shumë seminare informuese edukative dhe kemi pasur pjesëmarrje të prindërve, po edhe mësues të ndryshëm dhe kemi vënë re që referohen më tepër raste. Dhe jo vetëm ata
që kanë një diagnozë të përcaktuar, por edhe ato fëmijë që kanë një vështirësi në një moment të caktuar të jetës së tyre, qoftë probleme thash edhe më para me menaxhimin e zemërimit, agresivitetit, inatit, me përballimin e emocioneve të tjera, probleme me atashimin, me marrëdhëniet sociale, janë të ndryshme. Ankthet, frikrat, hospitalizimet, ka raste të fëmijëve që kanë qenë prezente në ngjarjeve traumatike. Dhe më vjen mirë që të paktën Po reagojnë, po, kam në terapi fëmijë të rralla janë, por që sikur po referohet, prindër që më sjellin fëmija që shiko, nuk ndihet rehat te klasa ku është. Dhe kjo mendoj që në fakt nuk është gjë e mirë, por nga ana tjetër është shumë e mirë. Njëkohësisht sepse po sillin për mirëqenien e fëmijës tyre, për trajtimin e fëmijës. Domethënë nuk i gëzohemi faktit që po shtojnë rastet, po i gëzohemi faktit që po reagojnë prindrit. Por si ndërhyrje është ideja që një problem i vogël sot ka një impakt shumë të madh nesër. Unë jam me viteve 1900. Mënyra se si ne jemi rritur dhe edukuar në shkollë, të paktën edhe tek mua personalisht, ka ndikuar shumë ajo qoftë tek mënyra se si ti e vlerëson veten, se sa besim ke te vetja. Por nëse këto janë lodhë, pra shumë mundët, atëherë që kjo të impaktoj edhe aktivitetin intensiv të sociale, profesionale. Ti mund të jesh shumë i zotit dhe ti mund të shpërnda 4 orëve, sepse ti je arritur në ato përfryme që ti nuk do t'ja dalësh, bullizimet, gjithë ato kanë rolin e vet. Dhe ne nëse më përpara i neglizhonim dhe hajde ka përdinim, tani edhe teknologjia na bën që çdo gjë lëviz shumë shpejt dhe nuk mund të ka përdim të gjithçka, sepse ka impakt shumë të madh më vonë. Shpeshherë unë punoj dhe me të rriturit dhe ajo gjë që vë re tek të rriturit është her pas here më vijnë me ankesa psikosomatike ose me probleme të ndryshme shëndetësore kronike dhe kur është bjeri lojnë, futemi në ato të thella tona, kuptojmë që sa shumë trauma të mbledhura që nga fëmijëria impaktojnë jo vetëm shëndetin psikologjik, por edhe fizik, sepse ne nuk japim mundësinë e duhur shëndet psikologjik, shëndet që të kemi një shëndet të mirë fizik dhe harrojmë ndonjëherë themi më dhëm stomak, më dhëm molçia, më dhëm kjo, më dhëm ajo, ndërkohë që nuk është as pak. Po, rrjera e saj ka mund të ketë edhe një iniciator, pra një stresor shkak psikologjik. Kështu që ajo që unë vëre her pas here të paktën nga rastet e mia është prindërit janë përgjigjur të ndjeshëm dhe i shkojnë pas kësaj gjëje, të paktën nga rastet që unë ndjek. E qartë. Numri i rasteve është rritur normalisht ato që e pohuat. Cilat janë shkaqet që kanë çuar ose shkaqet kryesore që ndikojnë drejt për së drejti në shtimin e rasteve në ditët e sotme? Jam bërë shumë studime dhe nuk kemi shumë shkaqe të mirë përcaktuara, kështu që nuk mund ta them me kompetencë këtë gjë, por ajo që unë kam kuptuar të paktën nga eksperienca dhe puna me qoftë me fëmijët, qoftë me të rriturit është mungesa e kohës cilësore. Jo vetëm me fëmijët, por edhe të rriturit me njëri tjetrin. Keq ushqyerja. Na janë bërë fast foodet diçka shumë e zakonshme dhe është normalizuar gjithandej. Një gjë që për mua është armiku më i madh dhe gjithmonë më shoj shumë fort është koha e kaluar duke lëndruar në rrjete sociale apo tek fëmijët. Rëndom dëgjoj shpesh faktin që është dalje po vajza është duke bërë këtë lojë në Roblox. Nuk është se janë futur dhe t'i shoh këto lojra se çfarë tematike ka aty, por kur futem në biseda me prindin dhe fëmia na arrit të kuptoj disi. Dhe truri i njeriut është prirur që të prodhoj atë që merr. Pra, ti ushqehesh me agresivitet dhe ti do riprodhosh agresivitet më shumë. Ti do marrësh je duke jetuar në një atmosferë shumë të ngrohtë, Pozitive. familjare, sociale, në shkollë, gjithandej, patjetër ti do ta reflektosh këtë. Nuk e them këtë për të thënë që shiko se faji që ndron vetëm tek një, ka shumë faktor. Të ndryshëm që normalisht. Një gjë tjetër
që më bën shumë përshtypje fëmijë të vegjël që flen shumë vonë. Kur flas shumë vonë, i referojmë edhe pas orës 12. Qa duhet bëjë një fëmijë pas orës 12? Ndërkohë që po të shikojmë edhe nga ana biologjike, organizmi ka ato orën e vet kur pushon secili organ. Dhe fëmia duhet të jetë një gjumë për shembull në orën 9. Gjë që të paktën fëmijët që un kam terapi mund të jenë me kokra që flen para orës 10. Pjesa tjetër flen vonë. E qartë, në momentin për shembull është shprehur nga prindrit që vinë në terapi. Si e shprehin këtë te ju ose cilat janë arsyet, nëse ju kanë thënë arsye pse duhet të flejë një fëmijë në orën 10 ose pas orës 12? Cilat janë arsyet që vinë tek ju? Mbaron kohën në iPad, pastaj fillon me kompjuterin, pastaj me telefonin. Teknologjia. Të paktën rastet që unë kam, i referohem shumë teknologjisë. Rastet të rralla janë ato që flenë vonë për shkak se kanë frikë errësirën ose nga fobi të ndryshme, frikra të ndryshme që mund të kenë fëmijë. Janë raste shumë të rralla, por pjesa më e madhe dhe agresiviteti tek këto fëmijë është në mas. E qartë, normalisht edhe ajo çfarë është imitimi i sjelljeve, çfarë ato shikojmë, për shembull, se shikojnë sjellje agresive, imitojnë sjellje agresive. Përsëri të referuar te puna juaj, te eksperjenca juaj që ju keni në punën me fëmijët, a e kuptojnë ose a janë të vetëdijshëm fëmijët për sjelljet e papërshtatshme çfarë ato imitojnë kundrejt me bashkëmoshtar ose kundrejt motrës dhe vllajt që kanë në shtëpi? Që nëse ti e mësuar me të lloj forme sjellje, reagimi, dhe të duket diçka normale, pastaj goxha të vegjël për të kuptuar se si po reagojnë. Janë momente shumë të rralla ato kur fëmia mund të ndërgjegjësohet pasi e ka bërë gjën, pasi e bisedon edhe me prindin ose me mësuesin, varet ku ndodh sjellja. Por që të themi që a e kupton fëmia që kjo ka pasoja mbrapa, të them që jo. Fëmijës duhet bërë e ditur jo me fjalë. Fëmia nuk mëson me fjalë. Jo. Ne modelojmë sjelljet e fëmijës ashtu siç ne të rritur sillen. Nëse mami thot babit pusho, patjetër që fëmia thot pusho me të njëjtin tonalitet. Kështu që fëmijët nuk bëjnë çfarë ju thuhet, bëjnë çfarë shohin. Kam pasur një vajzë në terapi, edhe i drejtohej vëllait të saj njësoj siç nëna e saj i drejtohej asaj. Dhe këtë gjë më pasuronte edhe nëpërmjet lojrave. Seancë. Po, në seancë. Dhe kishte raste që e qëllonte vllain. Duke improvizuar në lojrat e veta, nuk po them se kishte vllain aty në terapi. Dhe kuptoj që vajza dhunohej nga mësuesja, nga nëna, nëpërmjet lojës. Dhe në fillim prindi ma mohoi që nuk ushtroi, nuk vë dorë mbi fëmijën tim. Tani, ne kemi pak si kulturë që të ja ku ka dal nga xheneti dhe nëse e kemi të rrënjosur në psikikën tonë këtë lloj mendësie, në një moment edhe ndodh që e bëjmë, por të mos jetë formë edukative, pra të mos jetë e vazhdueshme. Nuk është normale, absolutisht nuk po them, mos kish kuptojmë, nuk po e normalizoj si gjë, nuk duhet të jetë kështu. Edhe pasi e shikoj të projektuar në lojën e fëmijës, edhe prindrit duhet flasim. Mbi një çështje jashtëzakonisht shumë të rëndësishme. Si u prit nga prindrit kjo pjesë? Nuk e pristesh të kuptohej se vajza nuk fliste, që është e vërtetë. Nuk fliste, ka qenë për gati 2 vjet sa vetëm lurte, por nuk fliste. Dhe patjetër që u prek qau aty me mua. Ndje shumë më faj, është normale. Domethënë të gjithë ne kemi situata që ndihemi kështu, patjetër. Kështu që fëmia projekton, fëmia riprodhon ato që sheh, fëmia modelon mjetet e saj që sheh. E vëret paktën kur punoj me fëmijët që janë në spektër. Thot njëri nga prindërit, shiko se djali im vazhdon edhe flet njësoj si ti. Dhe më për shembull si e ke emrin dhe ai thot, po përmend emrin tim. Nevila.
se unë kështu i flas. Dhe i thot, ne vi la për shembull. Pra flet në të njëjtën mënyrë si unë i flas. Dhe prandaj puna me fëmijët më ka bërë të kuptoj që gjërat nuk janë ashtu siç ne të rriturit i mendojmë. Dhe ne harrojmë ndonjëherë që kemi qenë vetë fëmijë edhe se si kemi mësuar. Sa herë mami apo babi na ka thënë mos dhe ne e kemi bërë. E kemi bërë sepse kemi parë që edhe mami dhe babi i është thënë mos dhe në syrin tonë e kanë bërë për shembull. Qartë. Të rikthehemi përsëri te rasti që ju sapo përmendet në momentin që ju ja shprehit prindit dhe komunikuat rastin e vajzës dhe ju kishit 12 seanca që kishit bërë dhe vajza vetëm luajnte dhe normalisht ju arritet atë çfarë ju edhe e përcollet te prindrit. Çfarë ndodhi më pas ose si vazhdoi ecuria dhe progresi i seancave të terapisë me këtë rast? Patjetër që patëm një bisedë goxha serioze me prindin, se tani po flasim për ushtrim të dhunës fizike edhe verbale patjetër. Pas bisedës vajza në fakt filloi bëri dhe disa seanca të tjera. U qetësua goxha, filloi të shprehej, fliste për dinamikat e saj familjare. Për aq kohë sa vazhdoi në terapi, të paktën sigurisht e stopuar ai procesi i dhunës fizike. Pastaj unë bëj takime periodike me prindin. Për shembull, bëj 4 ose 5 ose 6 seanca me fëmijën, pastaj takime periodike me prindin. Që më vjen shumë keq që paraqiten vetëm në fund. Edhe në raste shumë të rralla. Ndërkohë që janë po aq të rëndësishëm sa dhe momentet. Si janë pjesë e rritjes së fëmijës. Edhe nuk e di se si ka vazhduar tani sepse unë mora pushimet e verës dhe më ndodh dhe kjo gjë në terapi në fakt, se po na sjell muhabetin tani që qetësohet disi situata dhe ndërpritet terapia pa u paralajmëruar terapisti, po për fëmijën është shumë e rëndësishme. Edhe gjithmonë që në takimin e parë vë theksin mund ta ndërpritet terapinë për X arsye. Por ju lutem, e them si me përgjërim, shpjegoni fëmijës tuaj përpara se të shkojë në terapi. Pra, kur të vinë në seancën e fundit, ai të di që është e fundit. Është nësoj sikur ti do të takohesh me një shoqe dhe në momentin e fundit ajo shoqja nuk të përgjigjet dhe nuk të vjen. Sa keq ndihesh. Të kurtëm, t'jenë të më thënë. Ndihesh absolutisht shumë keq. Pra, ja shpjegoj shpeshherë këtë gjë dhe prapë ndihem e pa kuptuar për prindin. Ndërkohë që kjo është absolutisht diçka shumë fantastike për fëmijën që bëhet tamam përmbyllja e atij geshtalit, i themi ne. Fëmia është shumë i qartë, është shumë i qartë. Pse nuk do vazhdoj të vi më tek Nila se kështu më thrasin, apo tek ajo dhoma e preferuar loje, se me kalimin e kohës bëhet shumë e dëshiruar për një pjesë të madhe të fëmijëve. Për një pjesë jo, se e kupton që po punohet dhe duhet të ndryshoj sjelljen, por për një pjesë bëhet shumë e dëshiruar. Është i vetmi vend ku ata ndjen të qetë, të sigurt, ku ajo zhurma që në shtëpi i triggeron dhe i bën të kenakt, aty janë absolutisht të qetë. Kjo ndoshta lidhet me pjesën se sa rëndësi i japin prindrit procesit dhe përfundimit të terapisë? Po. Prindër për shembull që më ndjekin në çfarë do këshilli që unë ju jap. Dhe procesi terapeutik ka shkuar më mirë se unë dhe prindrit e kanë menduar se do shkonte. Dhe ka raste kur ne nuk e ndjekim njëri tjetrin. Dhe gjërat tu shkojnë ashtu siç do donin ne të ishin. Dhe fëmia vazhdon edhe e mbar shqetësimin me vete gjithë kohës. Gjë që nuk është në dobi të tij. Tjetër që është ai tregon që për mua dhe për gjithë terapistët besoj shumë të rëndësishëm. Do mos u bëjmë me fëmijën. Një shumë fort me fëmijën, një besim e sigurie me fëmijën. Edhe me prindin, por edhe prindit që ndonjëherë janë si të shkëputur aty. Si kur nuk kanë kontakt aty. Sepse ka shumë arsye. Prindi dhe lekon autoritetin e tij. Tek mësuesja, tek nëna, tek shoqët terapistë që ta merr. Kjo është gamë shumë e qartë pastaj për të folur. Pjesa e sjelljeve, pjesa e zemërimit
që traumat të shërohen nëpërmjet lojës, nëpërmjet terapisë së lojës? Terapia e lojës është fantastike për njësër problematika shumë ndryshme të fëmijët. Edhe agresiviteti, edhe shpërthimet e inatit. Kur flas për agresiviteti referohem dhe ati fizike dhe ati verbal. Të gjitha. Kam pasur raste të djemve kryesisht, sidomos mosha 4, 5 vjeç, 6 vjeç, po sidomos 5 vjeçarët që përjashtoheshin vazhdimisht nga kopshti për arsye të sjelljeve jo të përshtatshme, shumë kundërshtuese dhe shumë agresiv, dhe destruktiv, shkatërues, edhe të bazës materiale edhe agresiv ndaj bashkëpunëtarëve, mësueses, edhe vetes tyre. Dhe absolutisht nëpërmjet procesit të terapisë së lojës, të paktën kam rastin e një djali që mami vet pas një viti më sjell që djali kishte marrë një flet lavdërimi për sjellje shembullore. Kjo ka qenë një ndër feedbacku, një nga feedbacqet më të mira që unë kam marrë, si më thënë. Kjo është një medalje tamam për të vlerësuar terapia e lojës. Normalisht ju si një terapist, por për t'i dhënë tamam atë procesi i terapisë së lojës nuk është thjesht fëmia vjen dhe luan, është pastaj është një gjë tjetër. Kush ka provuar të bëj terapi e di që është shumë i dhimbshëm si proces. Është shumë i dhimbshëm si proces. Është thjesht kënaqje. Tani dhe pjesa e ajo shëron terapia e lojës trauma. Absolutisht është fantastike. Dhe tani kur flasim për shërim, nuk e di se secili nga ne se çfarë ngren në përshpëritën kokën e nga këndvështrimi juaj si profesioniste. Nuk harrohen traumat, ka një gjë që ne nuk i fshim. Terapia dhe terapisti nuk i fshin traumat, nuk i fshin gjurmët e tyre, por nëpërmjet procesit terapisë ndodh ajo që sikur shkarkohet ajo ngarkesa emocionale nëpërmjet cilave trauma të ka shkaktuar ngarkesa të llojeve të ndryshme. Kështu që nëpërmjet unë kam raste edhe tani, për shembull, fëmijëve që janë pavarësisht të 6 vjeç, fëmia është abuzuar që në moshën 3 vjeçare, shurime, kemi raste incesti dhe abuzimesh pafund. Dhe patjetër që fëmia nuk është ta vjen edhe më thotë që shikoj se më ka ndodhur rizja, absolutisht. Por truri i tij është shumë i predispozuar për ta shkaktuar nëpërmjet procesit të lojës. Edhe theksuam edhe më parë që loja është gjuha e komunikimit. Kështu që kur ne e nxjerrim jashtëzojmë, si e jashtëzojmë, duke e folur, duke shprehur, jo vetëm me fjalë. Shpreha është edhe me dhunë, edhe duke bërtitur, edhe duke u keq ushqyer. Edhe po, nuk është shpreha, nuk është të shprehurit e vetes, nuk është thjesht fjala. Kemi gjestet. Ka mënyra. Edhe fëmia aty nëpërmjet procesit të lojës gradualisht vjen edhe e jashtëzon traumën e tij. Ka raste që X fëmijë kam për shembull rastin një djali që kishte humbur babain në një aksident automobilistik. Kishte qenë shumë i lidhur me të dhe për gati 20 seanca më ka folur pambarim për humbjen, se sa i mungon babai, se sa e dhimbshme është për të. Imagjino, ishte fëmijë 6 vjeç. Dhe arritëm deri në fund fare. Patjetër ai ishte 6 vjeç edhe një fëmijë moshë 6 vjeçare është shumë të vështirë ta kuptoj për shkak të çështjes së tekës. Por më sa i mund të kuptoj patjetër që arriti të rikthehej në shkollë, të qenë të larg së tij, se kishte shumë të vështirë të flinte pa nënë, të shkonte në shkollë pa nënë. Dhe pastaj nëpërmjet lojës arriti edhe sikur u qetësua, arriti edhe të komunikonte destinin e tij. Ne kemi gjëra shumë interesante në terapinë e lojës. Kurse i themi fëmijës që shikon çfarë po ndjen tani, se ka shumë të vështirë. Edhe ne të rriturit po të pyesim njëri tjetrin si je, themi mirë, ndërkohë që ka një gjendje emocionale që s'përkohet me mirë, por që përgjigjemi në këtë lloj forme mirë ose keq.
Pra nuk është se japim një emërtim të caktuar, specifik emocional. Me fëmijën arrihet kjo gjë. Patjetër duke modeluar, duke përshtatur ai nevojat e tij me kognicionin e tij, me procesin e lojës. Dhe përdorim loja të ndryshme se si mund të identifikojmë emocionet. Në momentin që arrin dhe identifikohet emocioni, fëmia është më i lehtë. Që të nxjerrë dhe të Patjetër. Për shembull, dojë që ta ndezësh telefonin dhe kupton që nuk po ndizet. Në momentin që ti e kupton që i ka rënë bateria, ti e ke shumë më të lehtë për ta zgjidhur këtë si problem. Pra, ti e identifikon, e përcakton. Përcakton problemin. Përcakton problemin. Në këtë rast flasim për emocionin. E qartë. Ne e kemi pak të vështirë, jo vetëm fëmijët, por edhe të rriturit të shikojnë. Si ndihesh? Mirë, keq, po thuaj edhe e lodhur, po edhe e mërzitur, po edhe e trishtuar. Dhe vëre për shembull fëmijët, ndryshe nga të rriturit, me kalimin e kohës se vinë në terapi, edhe ma thonë, jam më i qetë tani, ndihem i kënaqur, ndihem i gëzuar, sepse modelojnë, mësojnë. Nëpërmjet terapisë, përsëri. Patjetër. Gjithë kjo pjesa. Në momentin që prindri vjen me një shqetësim tek ju, cila është faza tjetër pastaj, pas konsultës tuaj? Konsulta e parë gjithmonë e zakonisht rëndësisht me të dy prindrit. Është rast e gëzimi, rast e festash kur më paraqiten të dy prindrit, është shumë e rrallë dhe e vështirë që ti sjellësh të dy bashkë. Pavarësisht se tani tash teknologjia ka atë aspektin e saj jo shumë pozitiv, por ka dhënë pozitive që nëse nuk mund të jesh fizikisht online, funksionon po njësoj. Ne jemi mësuar me këtë lloj sistemi të nishtësh. Dhe kjo është një gjë Punojmë online, komunikojmë online, domethënë ti je në Shqipëri edhe bën punën tënde nëpër Europë ku do tjetër. Pra nuk është bërë pengesë më të qenit afër apo larg fizikisht. Ka opsione, por nuk ka dëshirë. Procesi pastaj hapi tjetër është shpjegimi i fëmijës. Ku po vjen, pse po vjen, çfarë do ndodhi atje, si është e ndërtuar dhoma. Pra, e instruktoj prindin mirë, e ja shpjegoj shumë mirë se çfarë do t'i thotë fëmijës përpara se të vinë në terapi, pra fëmia jeni përgatitur. Dhe kur t'i them, hey, si e zotri ose zonjush, mirë se erdhe, unë jam Nila, ai të më njohi nëpërmjet prindit se kush jam, pra të mos jetë një figurë e panjohur. Pra, vendoset ajo marrëdhënie që me komunikimin me prindin dhe me fëmijën. Mënyrë se si prindit do t'ia shpjegojë. E prezantimi i parë me atë ku ai do shkojë dhe ku do punojë dhe çfarë do Bagënjeshtra. bëjë. Eksakt. Qartë. Se kam raste të fëmijëve që janë shpeshherë të hospitalizuar edhe kanë tmerr të shkojnë në një ambient i ri, se mendojnë se do shkojnë tek Përsëri. doktorit e infermierët, të bëjnë ato ekzaminimet shumë stresante dhe nëse ti nuk ja shpjegon në mënyrën e duhur, patjetër që ai do refuzojë të vijë. Prindi, momentin që vjen dhe futet në dhomën e terapisë dhe është prezent aty dhe i them që shiko, do rish tek ajo karrige, do jesh neutral, nuk do përshasë do reagimi, do reflektoj unë për ty. E shikon edhe unë qëndroj tek ajo karrigja ime dhe fëmia vazhdon lirshëm në përdom duke bërë aktivitetin e tij. Dhe ka raste që thonë fund fare, po ç'a bëre ti s'bëre asnjë gjë. Kam 15 vite që e dres si fjali, nuk është e më bën përshtypje tani, më vjen të qesh. E kuptoj që edhe për prindje. Po për ata që na dëgjojnë, mund të na argumentosh ose mund të na sqarosh pak më gjatë pjesën. Çfarë, do të them, pse duhet ta heqin këtë pjesën e mendimit që nuk është vetëm një lojë e thjeshtë, se e përmendëm edhe pak në fillim, painful, por pak më gjatë, domethënë, kjo pjesë. Tani, kur një fëmijë vjen dhe po përfshihet në një proces loje, që është pjesë e terapisë, patjetër që ai aty po nxjerr atë botën e tij, emocionet e veta, mendimet e veta, sjelljet e veta. Në momentin që unë bëj ato lloj reagimesh që bëj, fëmia ndihet i pranuar, ndihet i zotit, ndihet i aftë, ndihet i kuptuar me të gjitha. Patjetër, sepse të gjithë dëgjojnë, shikojnë, pa kuptojnë. Dhe disa prindër, jo të gjithë, e kanë pak të vështirë, me kalimin e kohës arrit ta kuptojnë, por e kanë pak të vështirë që shiko se, okay, është thjesht, shko aty, qëndro aq kohë sa qëndrojnë,
edhe mbaron atë kohën e lojës edhe e largohet. Thash, fëmia të vjen me inat, me zemërim, edhe pastaj nëpërmjet procesit të terapisë të lojës ka adaptuar disa mekanizma të reja, reagimi, sjellje të reja. Arrin të jetë shumë i aftë i Zoti vetes që të bëj atë autorregullimin emocional. Kjo është Patjetër, këto janë kushdo që është futur në një qenë në terapi, e kupton se sa e bukur është ta bësh si proces, se sa e vështirë është, dhe se sa e lodhshme është, dhe se sa është e thellë si gjë. Sepse ti do, si më thon, do shkullësh diçka që është jo e duhur tek ty, dhe pas mësosh me diçka të re. Ose do adaptosh diçka të re. Eksakt, dhe më vështirë është ajo pjesa, më mirë të mësosh një sjellje të re se sa të zëvendësosh një të vjetër. Kjo pastaj është një punë goxha më e vështirë. Por normalisht me anë të proceseve terapeutike që ndodh kjo pjesë. Shiko, njeriu nuk është se ju tha gjëja, qoftë fëmia apo i rritur dhe tak me kërcitje gishtash, kaloj apo e mësoj gjën. Truri nuk funksionon kështu. Që të krijojnë ato rrugët neurale, duhet diçka që të jetë persistente, e vazhdueshme, e qëndrueshme. Dhe jo sot po, nesër jo. Pra, që të kemi përgjigje të ndryshme, jo. Nëse në fillim je përgjigjur në atë lloj forme, përgjigjur në atë lloj forme, kështu do kristalizosh dhe instalosh një sjellje, po marrim rastin e mirë, një sjellje të përshtatshme. Për shembull, kam raste të fëmijëve që më vinë aty tek dhoma e lojës, edhe nga që janë mësuar që t'i godasin familjarët e tyre apo shokët e shoqet, një ndër reflektimet që bëj është, okay, ti do që të më godasësh më fort, nuk jam të goditur, më të kësaj, dhe fëmia e pasi habitur ndonjëherë. Normalisht është një gjë e re. Është një gjë absolutisht e re dhe unë përgjigjem në të njëjtën formë sa herë që ai tenton apo synon të bëjë një veprim të tillë. Pse? Sepse dua që ai të ndihet. Pra ti do të më godasësh, unë e kuptoj që çfarë do ti të bësh nevojën, e kupton nevojën. Unë nuk jam për të goditur, unë vendos limitin. Në fund të kësaj ne kemi një airbag aty në dhomë e lojës, më godasësh atë. Modeloj, kanalizoj. Në këtë lloj forme, fëmia nuk godet. Tani nuk është se ka ndonjë rast që dhe e kanë bërë. Por mësojnë. Sepse kur ti qëndron në mënyrë rigoroze, kaq rigid, në sensin që je persistent dhe vazhdon me të njëjtën formë reagimi, fëmia e kupton që nuk ka zgjidhje tjetër. Normalisht është. Do ta bëj këtë gjë. Dhe e bën, fëmia e bën. Konsistenca, vazhdon kjo pjesë. Patjetër. Edhe me njerëzshmëria, jo do të më godasi tani edhe ti them pas një ore fëmijës në që shiko, se ti në fillim do jetë më godisje, jo. Direkt në atë moment. Është shumë e rëndësishme, patjetër. Eksakt, është pikërisht momenti, ai impulsi, ajo çfarë ne duam të modelojmë dhe ta bëjmë nga të papërshtatshme në të përshtatshme, ajo çfarë duam, rezultati përfundimtar që ne duam. Te pjesa që ju sapo thatë, pjesa që të godas, po në momentin që fëmijët vinë për shembull seancat e para dhe vazhdojnë shkatrojnë lodrat, gjuajnë, thyen. Po, ashtu janë seancat e para. Çfarë do thotë kjo për ju? Për një fëmijë, domethënë çfarë arrini të po reflekton atë shqetësimin e vet, problemin e vet. Ju thjesht arrini të kuptoni patjetër ku duhet të punoni, si duhet të punoni. Vendosen pastaj qëllimet terapeutike, absolutisht duke e komunikuar këtë gjë me prindin. Nuk janë vendime që unë i marr vetëm. Pyet prindi, japun mendimin tim, jep dhe prindi mendimin e vet, edhe hajt punojmë mbi këtë gjë. E qartë, por në momentin që fëmia po ecën mirë, por normalisht edhe në shtëpi, pjesa përfshirja e shkollave, sa marrëdhënie ose sa bashkëpunim mund të ketë familja, terapia dhe shkolla në të tilla raste. Shikoj. Çështja ime që për fillimit ka qenë që i kam pas ndjekur fëmijët që kanë në terapi, pra fëmijët e mi, edhe në ambientet e tjera. Pra bëj vizita shumë të ralla, por që i bëj shumë në kohë përpiqen, dua të jem pozitive të kjo gjë. Përpiqen
të dëgjojnë, të kuptojnë, por është pak e vështirë që të ndjekin pastaj. Është edhe aq më tepër kur dikush është bromosur me një lloj forme edukimi, është shumë e vështirë që dikush nga jashtë që shkon një herë apo dy herë ti tregoj apo ti mësoj se si duhet sillet me X fëmijë. Eksakt, nuk futet pjesa e mungesës së dëshirës për të ndihmuar, por është ajo pjesa e formimit, metodologjisë që ata janë mësuar të përdorin. Shikoj, truri ka një gjë, domethënë që një koment negativ e ruan për 20 vite, por nëse i thua diçka pozitive është 30 ditë maksimum, pastaj duhet bëj refresh dhe rikujtim her pas here. Megjithëse unë me prindin kam komunikim të vazhdueshëm. Pra, njësoj, siç kam me fëmijën që bëj ato seanca, edhe me prindin e bëj tamam seancë të plot. Marrim kohën dhe diskutojmë me gjithçka që mund të bëjë fëmijën. Por që është pak e vështirë pastaj që të integrosh edhe sistemin arsimor. Është shumë e vështirë. Jo e pamundur, por shumë normalisht. Po të thaj se s'është e pamundur. Pjesa në momentin në raste vjen një prindër thotë që ma kanë përjashtuar nga shkolla, brenda një viti ka ndryshuar 3 shkolla dhe vjen tek ju. Çfarë duhet të kërkojë, se çfarë mund të arrijë, çfarë mund të marrë si rezultat ky prind tek ju në atë seancë? Rastet më të shumta të mia janë pikërisht se jo se i shqetësojnë prindin në shtëpi, por kanë ankesa nga mësuesit në shkolla. Dhe më vjen plot, domethënë shumica e rasteve janë të kësaj tipologjie. Nuk është thjesht ta sjellja në vetvete problem, por arsyeja pse një fëmijë sillet në këtë lloj forme. Pra, pasi bëjmë ato konsultën e parë me prindin, arrim të identifikojmë nga ku arrjedh ky shqetësim që fëmia po më paraqet në klasë, me mësuesit, me shokët. Pasi kuptojmë arsyeën, pastaj kemi më të lehtë për të vendosur edhe objektivat, qëllimet në terapi. Një shqetësim tjetër se çfarë prindri është e pjesa e kundërshtimit dhe disa sjellje të refuzuese kundërshtuese, është e pjesa që tani fëmijët 5-6 vjeç që nuk duhet ta bëj, pse duhet ta bëj, s'dua të ketë mami ty, s'dua të ketë babi ty, duhet të kem një mami dhe babi tjetër. Si mendoni ju nga të gjitha ato rastet me sjellje të tilla, nga vjen gjithë kjo pjesë kundërshtimi, refuzimi, domethënë nga ana e fëmijëve, sepse është një moshë 5-6 vjeç, një moshë shumë e vogël. Janë të rritur. Ndoshta një preadoleshencë. Kështu që nuk janë aq të vegjël, kanë tani fëmijët janë shumë për mua janë shumë ekspresiv dhe janë shumë inteligjent, janë shumë të mençur. Domethënë arrin ndonjëherë bëj një komunikim aq domethënës me një fëmijë të moshës 5 vjeç. Ma nitem ndonjëherë se bëj atë krahasimin ndërmjet para 10 vitesh edhe tani për shembull. Edhe vërtet kanë informacion, janë të mençur, janë të zgjuar për nevojat e tyre. Për të bërë ato manipulimet e tyre. Tani rastet të kësaj natyre që prindi vjen se më kundërshton fëmia ka plot. Për shumë arsye, stili i prindërimit ka të bëjë shumë. Mënyra se si ti i afrohesh, i flet fëmijës tënd ka të bëjë shumë. Se nëse fëmia thot, "O mami, do shkojmë tek ringu të bëjmë ato lojrat", edhe mami thot, "Po shko pyet babin", edhe babi thot, "Po çfarë tha mami ty?" Pra, në këtë moment ti i ke lënë hapësirën dhe mundësinë fëmijës tënd që ai mund të bëjë çfarë të dojë dhe të ka në dorë. Nëse në momentin që ti thua, "Shiko, unë dhe babi apo unë dhe mami kemi vendosur që sot pas dite të shkojmë X vend", ty t'ja ke bërë si të prerë fëmijës. Jemi ne që vendosim. Ose idealja fare është që gjithmonë edhe fëmijët ketë atë hapësirën e tij për të vendosur për të sjellur përgjegjësi. Sepse nuk është thjesht një qenie që ka nevojë për ushqim, për veshmbathje, edhe për qenë diku. Eksakt, sepse sot dëgjojmë atë që i ka të gjitha, i kemi plotësuar të gjitha dhe prap. Domethënë këto janë ato çfarë dëgjohet zakonisht, domethënë kjo pjesa që shiko, ai do këtë ja kemi bler, do iPadin, do tabletin, do televizorin. Nuk
nuk do televizorin, nuk do iPadin, do kohën cilësore më shumë se. Tani në këto raste ajo që unë ju sugjeroj më shumë prindërve është që, okay, bashkë me fëmijën, ju keni 2-3 gjëra në mendjen tuaj, por do t'i ofroni fëmijës vetëm 2 opsione përpara. Pra, ne kemi, unë dhe babi, unë dhe mami, kemi menduar që sot shkojmë ose tek Ringo, ose tek Tezja, tek Xhaxhi, ku diu. Edhe ti ku dëshiron të shkosh? Pra, me këtë hapësirë që ti jep fëmijës, ti jep ti përgjegjësi dhe një fëmijë të vlerësuar. Ndihet i vlerësuar, ai ndihet i Zotit që ai po vendos, ndihet i dëgjuar, ndihet i kuptuar, pra nuk janë vetëm të tjerët ata që vendosin për të që të prodhoi represion, të shtypje dhe pastaj të shpërthejnë në agresivitet. Është duhet të paraprijmë normalisht. Patjetër. Këto janë esenca gjëra shumë të vogla që mund t'i ndajmë në një podcast për më shumë. Po, edhe procesi terapisë nuk mjafton, por që janë gjëra të vogla që ose rasti tjetër që ti thua, jo, nuk do ta bëjmë këtë gjë fëmijës, pasi ai qan vërtet përplas gjërat ose dëmton veten, ti thua, e mirë, ka mami xhant, ka mami shpirt e puthe për qafon na mere. Sa po i the fëmijës që vazhdo bëj kështu sepse unë do ta jap nëse ti bën kështu. Pra ti po përforcon një sjellje jo të përshtatshme te fëmia yt. Patjetër që ai do reagojë në këtë formë. Çfarë ti përforcon, ai do ta bëj. Pra nuk është thjesht modelimi, ka dhe gjëra të tjera, shikon, na do në gjëra të tjera. Ashtu siç e the, duhet akoma edhe më shumë kohë për këtë pjesë. Një gjë të fundit për të gjithë prindrit që na dëgjojnë. Okej, një gjë të fundit për gjithë prindrit. Por para sa me këtë pyetje. Një mesazh do ta thoja, mesazh. Një gjë që vëre pak nga prindë që në terapi, vëre që shpesh herë kanë ndjesi faj ose ndjen të pamjaftueshëm në qarshi me atë çfarë mund të bëjnë për fëmijën e tyre. Çdo prind, qoftë në mënyrën jo të duhur ose të duhur, me ato të vetën është duke munduar që të bëjë më të mirën për fëmijën e tij tjetër. Kështu që e mirë që mund të bëjë një prind për fëmijën e tij është cilësore. Cilësore që okej, nëse nuk ke një pasditë të dorë për të bërë ditë mund të na bëjë që unë aty ku krysh me fëmijën deri atë me lodra aty. Bëje shpinë rrëmuj. Bëje pak rrëmuj, mësoje që ti mbledhi vet pastaj në vend që të turfullosh nga inati edhe të bësh ti. Hajde bëjmë bashkë, ftoje fëmijën tënd në kuzhinë, në punët e shtëpisë që të ndihet dhe ai afti Zoti i vlerësuar, pranuar dhe dëgjuar këtu. Pra, ajo që unë shoh së tepër me që mungon të të gjithë prindërit, pra nuk mund të përgjithësoj asnjë. Koha cilësore, 10 minuta në ditë. Mjafton për të ndërtuar diçka të bukur te fëmia yt. Faleminderit. Ishte kënaqësi që ishi dhe uroj të shihemi në podcastet e tjera. Mua ishte shumë kënaqësi. Faleminderit. Shumë faleminderit për mundësinë e lirë. Faleminderit. Mirupafshim dhe shihemi në episodet e tjera të Pod Flas.